Ç'është e vërteta, nëse më lejon të bëj vetëm një ndërhyrje Zemeta, nëse do të ndodh ky, pra nëse është ky skenar, ne do të jemi sërish në një situatë ku ndryshimet bëhen më pak se një vit, madje pothuajse në 6 muaj përpara procesit zgjedhor. Nëse përllogarisim kohën në cilën pritet që të mbahen zgjedhjet, pra kohën e rregullt të tyre që mund të jetë prill ose maj, apo jo? Po, patjetër, pra, dhe ky është një shqetësim tjetër dhe alarmit më të madh, domethënë jo vetëm ne si aktorë të cilët e monitorojmë zhvillimet politike, por natyrisht edhe në mënyrë të veçantë Komisionin e Reformës Zgjedhore, e ka dhënë edhe në mënyrë të posaçme edhe kryetari i komisionit, kryekomisioneri i Komisionit të Zgjedhjeve, zoti Iliran Celibashi, i cili ka vënë edhe afate dhe deadline, ka çuar dhe rekomandimet e veta si Komision Qendror i Zgjedhjeve për të ndihmuar Komisionin e Reformës Zgjedhore që të jetë dhe të respektojë situat afatet ligjore që t'i jepet i gjithë koha në dispozicion pikërisht këtij institucioni që mirë administron proceset zgjedhore në vend dhe të jetë si thua ajo suksesi dhe mirë administrimi i procesit zgjedhor për të realizuar atë standardin e kërkuar që zgjedhjet të jenë të ndershme, të lira edhe demokratike. Kështu që patjetër aktorët po flasin, por politika është ajo që rri në ngërç dhe politika është ajo që nuk e thot fjalën e duhur për të realizuar edhe për të përmbushur si thua premtimet që i kanë dhënë qytetarëve dhe në mënyrë specifike dhe veçanërisht votuesve shqiptar. Megjithatë, pavarësisht se ne jemi më të lirshëm le të themi për të dhënë rekomandime dhe sugjerime, ndoshta bëjmë dhe kritika dashamirëse që të realizohet si thuash edhe të gjithë përfaqësuesit e partive politike që janë në Komisionin e Reformës Zgjedhore të japin kontributin e tyre reale dhe të drejtë për drejtë për të realizuar pikërisht këtë reformë zgjedhore e cila mos jetë afat shkurtër, por është ajo që unë thash